A dini që macja juaj mund të jetë më shumë se thjesht një kafshë shtëpiake? Një studim i botuar në Journal of Vascular and International Neurology ka zbuluar se pronarët e maceve kanë rrezik të dukshëm më të ulët për të vdekur nga sulmet në zemër dhe sëmundje të tjera kardiovaskulare. Ky ulëmtim analizoi të dhënat e 4435 pjesëmarrësve gjatë një periudhe 20 vjeçare, duke vëzhguar lidhjen midis mbajtjes së macës dhe vdekshmërisë nga sëmundjet e zemrës. Pjesëmarrësit që kishin pasur një macë si kafshë shtëpiake treguan një reduktim prej 37% të rrezikut për vdekje nga infarkti miokardit, krahasuar me ata që nuk kishin pasur macë. U vure gjithashtu një tendencë në ulje rrezikut të vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare në përgjithësi tek pronarët e maceve. Studiuesit sugjerojnë se efektet e reduktimit të stresit nga shoqëria me kafshët shtëpiake, veçanërisht jetësia që sjell një macë, mund të luajë një rol kyç në përmirësimin e shëndetit të zemrës. Momentet kur macja gërhet mbi gjoksin tuaj nuk janë vetëm të këndshme, por mund të jenë edhe një mburojë për zemrën tuaj. Sipas një analize shtesë nga American Heart Association, ndërveprimi me kafshët shtëpiake ul nivelin e kortizolit, hormonin e stresit dhe rrit prodhimin e oksitocinës, e cila lidhet me mirëqenien emocionale. Por përfitimet nuk mbarojnë me kaq. Një studim tjetër nga Universiteti i Minnesotës, i kryer në një periudhë 10 vjeçare, zbuloi se pronarët e maceve kishin deri në 30% më pak gjasa të pësonin probleme kardiovaskulare krahasuar me ata që nuk kishin macë. Arsyeja, për te qetësisë, macet nxisin një stil jetese më të relaksuar dhe mund të ulin presionin e gjakut në gjatë ndërveprimeve të përditshme. Kështu që herën tjetër, kur macja juaj të kërkojë vëmendje, mos harroni, ajo mund të jetë duke u bërë një favor të madh për shëndetin. Ndoshta është koha të thoni faleminderit me një përkëdhelje shtesë.